Unë si student kam lexuar të gjitha librat e botuara prej tij, I kam lexuar si student, dhe jo vetëm unë, por një numër I madh I studentëve I ka lexuar veprat e tij dhe ndikimi I tij ka qenë shumë I madh përmes librave të tij, ka qenë shumë I madh tek brezi im. Personazhet e qose si Gjezairi Gjikës për mua ka qenë një simbol, një personazh simbol rrugën e cilit duhet ta ndjekim edhe ne të tjerat. Dhe qosja e dëshmonte në këtë periudhë që shkrimtari nuk është vetëm një autor që shkruan libra, por është edhe një rojtar I ndërgjegjes I integritetit dhe I vetdijes kombëtare, sociale madje edhe individuale. Ma vonë, flas për vitet 96-7, me profesor Regjepin jemi ndërlidhur në aktivitete politike, kemi marrë pjesë bashkarisht në shumë tryeza, në shumë diskutime, në shumë debate, derisa në vitet 97-98 ne kemi themeluar bashkarisht një subjekt politik që e quajtëm në atë kohë Lëvizja e Bashkuar Demokratike, Lëvizja e Bashkuar Demokratike, e cila rezultoi me një rol shumë të madh në procesin e negociatave për statusin e Kosovës në Rambuje, në Paris dhe më vonë. Unë e takova për herë të fundit qosin e panairin e librit në Prishtinë. Ai rrinte të stenda e Toenës, ku shkova dhe unë, dhe e gjeta aty dhe pastaj ulëm dhe bisedum bashkë dikon 1 ose 2 orë, ashtu që zakonisht rrinë autorët të librat e tyre në stendat e panairëve të librit, por ishte shumë I kthjellët, shumë I qartë në ato që fliste edhe në atë moshë, edhe në ato ditë e tija. Vija dytë, fusha dytë ku kontributi tim për mua është I madh është romani. Sidomos romani I parë, Vdekja vjen prej syve të tillë. Është romani I parë postmodern në Kosovë, I shkruar me një frymë postmoderne dhe një roman që është lexuar jo vetëm prej studiuesve të tërësisë, po prej shumë lexuesve anë mban Kosovës edhe magjër, kudo që ka shqiptar, pastaj edhe është përkthyr në disa gjuhë, nuk e di suksesin në gjuhë tjera, por në letërsinë shqipe, romani Vdekja vjen prej syve të tillë është 2 herë I rëndësishëm, një herë për shkollën letrare, dhe herën e dytë një roman që është lexuar shumë dhe është në cilin ka një qëndrim kritik ndaj Jugosllavisë, ndaj dhunës që Jugosllavia ka bërë mbi shqiptarët, qoftë ajo dhunë ideologjike, nacionale e të tjera. Ai ka lënë shumë trashëgimi, por pa marrë parasysh se ai ka pas një rol edhe në politikën e Kosovës, unë mendoj se trashëgimia e tij më e madhe është mënyra se si ai e ka konceptuar dhe ka realizuar punën e tij për kulturën, për letërsinë dhe për studimet shqiptare. Unë besoj që ai është njeriu që ka punuar më shumë mbi libra në prej vitit ndoshta 70 e këndej. Ai është njeriu që I ka plak natë e ditë mbi libra duke punuar dhe kjo tregon edhe vëllimi I veprës së tij. Është vëllimi më I madh I një autori shqiptar në Kosovë.